Përshëndetje të gjithëve, kemi një sfidë të re. 2 pjesëmarrëse do të garojnë në një sfidë ndërtimi. Ato duhet të ndërtojnë shtëpi për kukullat e tyre. Le të shohim kush do ta bëjë më mirë. Oh, sa adorueshme që je! Dhe ja ku jam unë. Oh, ti! Edhe unë të dua. Oh, po, vajza, a jeni gati për këtë sfidë? Shikoje këtë. Ja edhe qatja. E po, s'ka gjë. Unë do të kem një qati me gazet. Vazhdojmë. Çfarë kemi këtu? Nuk bën punë. No. Jo. Hey! Çfarë po bën? Hey! Çfarë po bën? Mirë. Oh, lule! Prit! Mund të përdor paketimin. Çdo gjë do të bëhet shumë e bukur. Yes. Po bëj 2 shemen dhe muret. Kaq ishte. U bë. Vazhdojmë. Oh, kjo është e përsosur. Do të merrem me dizajnin e brendshëm. U bë. Por diçka mungon. Bingo! Le të vizatojmë diçka. Ja kështu. Tani nga kjo anë. Po, bëm disa plaka. Tani le të bëjmë një divan. Po përdor sfungjer për këtë. Wow! Si mendon Britney? Është e tmerrshme. S'ka gjë. Tani do të bëj një dollap ose një sirtar. Le të shohim. Wow! Prit! Mund edhe të vizatoj mbi të. Ja disa detaje. Po, e përsosur. Le të bëjmë diçka tjetër. Një qilim. Do të vazhdoj. A e dini çfarë po bëj? Po, do të jetë një tavolinë. A nuk është e përsosur? Dhe më lër të bëj një portret. Po, je shumë e bukur. U bë. Është shumë argëtuese. Po e vendos në kornizë dhe në mur. Ja edhe pak dekor tjetër. Oh, është shumë ngrohtë këtu. Çfarë shtëpi e bukur. Seriozisht, është e tmerrshme. E po, asistente. Më duhet të bëj një dhomë. Hajde. Je lirë. Mirë. Çfarë kemi këtu? Do t'ja filloj me këtë. Oh, Flori, i preferuar im. Le të vizatojmë një zemër. Gati! Oh, është shumë e bukur. Çfarë ka tjetër aty brenda? Asistente, një ide tjetër. Hey! Merre këtë, na duhet diçka tjetër. Oh, zënjushe Britney, a bën punë kjo? Ik që këtej. Duhet të mendohem. E di! Le të marrim një foto dhe ta bëjmë më të vogël. Oh, pikërisht kjo më duhet. Një gjak e mrekullueshme. Le të vazhdojmë. Edhe pak dekor. Një qilim. Wow! Një
zile, sigurisht. Dhe disa foto. Bukur. Oh, ato foto janë shumë të këndshme. Wow! Është gati! Në fakt, mendoj se mund ta vendosim në mur. Do të duket shkëlqyeshëm. Wow! Tani mund të bëhesh rehat. Si të duket? Të jesh e sinqert. Mirë. Dua të ha. Çfarë ke aty? A të pëlqen? Çfarë mund të bëjmë këtu? Oh, të kuptova. Përshëndetje, më duhet ndihmë. Hey! Dua të kem një dhomë të ngrohtë dhe të bukur. Do ta bëj tani. Do të jetë e përsosur. Më lini mua ta zgjidh. Jam një profesionist i vërtet. Ca letër muri? Pak flori, sigurisht. Barbie adhuron. Wow! Le të shtojmë disa rafte. Një sfunger banje. Dhe sigurisht na duhet një tualet i artë. Wow! Mendoj se Barbie do t'i pëlqej shumë. Miru pafshim. Oh, prit pak. Ja disa para. Ke bërë një punë të shkëlqyer. Në fakt, jo. Do t'i përdor këto para për të mbushur vaskën. Oh, po. Po, Britney. Kjo duket vërtet shkëlqyeshëm. Dhe faleminderit. Miru pafshim. E po, kjo do t'jetë vaska jote tani. Çfarë mendimi ke? Dhe mos haro maskën. E po... E dini çfarë? Do të bëj edhe unë një mask. E po, mendoj se kam një ide. 1, 2, 3, kjo këtu. E purpurt, tani ngjitsi. Po e vendos mbi letër dhe po e ngjit në mure. Wow! Tani le të dekorojmë muret. Prit, kjo është e mrekullueshme. Më pëlqen shumë. Tani kemi pak pambuk. Po e hedh jashtë. Oh, është shumë i butë. Një qilim i përsosur. Le të vazhdojmë. Do të bëj një tualet dhe një vask. Thuaj se u bë. E përsosur. Gjithashtu, na duhet një pasqyrë. E pabesueshme, por ka muri. Prit! E di? Do të bëjmë një pjesë tjetër të dizajnit të brendshëm. Tani do ta zbulosh. Oh, wow! Është një dhomë dushi. E di? Prit sa të shohësh të gjithën. Jam një gjeni sot. Oh, wow! Kjo është shumë e bukur. Kukulla ime do të mund të bëj dush. Wow! Vazhdojmë. Oh, kjo ngjyrë është e bukur. Do të bëj një perde dushi me të.
po e vendos pikërisht atje. Bukur! Epo, unë nuk do të kem një vask, por kam një dush dhe disa rosa. Përshëndetje, bukura ime. Do të bëjmë diçka interesante për ty, një roba banje. Epo, mendoj se thuaj se mbarova. Duket se është gati. Wow, sa e bukur që je. Është koha që të bësh dush. Po e ndez. Oh, po, bukur. Kjo është e pabesueshme. Mendoj se kam një ide. Çfarë kemi aty? Flori, sigurisht. Të verbon syt. Është shumë e bukur. Wow! Shikoj atë perde. A nuk është e pabesueshme? Çdo gjë që mund të ndërosh. E di se çfarë duhet bër. Dysheme e artë. Ja ku bë. Më duhet të bëj një telefonat. Epo, ja ku je. Alo. Faleminderit. Më duhet diçka. Oh, po, kjo është për mua. Shikoje këtë krevat. Wow! Dhe kjo tryez tualeti është gjithçka. Njerëz, kjo dhomë duket e pabesueshme dhe shumë e shtrenjtë. Alo? Hej! Jo, duhet të punosh atje. Jo, nuk është kjo. A është i përshtatshëm ky dizajn? Ashtu. Po për këtë këtu? Shkëlqyeshëm. Po e marr. Epo, ja ku bë. Në rregull. Faleminderit. Epo, mirupafshim. Barbie, tani të duhet një kuror. Dukesh e pabesueshme. Dhe një qilim i kuq, sigurisht. Je një yll i vërtet. Epo, s'ka gjë, edhe unë mund të bëj diçka shumë të bukur. Jo më kot, kam studiuar në një shkollë arti. Do ta shohim kush do ta bëj më mirë. Mrekullueshëm, muret janë gati. Tani na duhet ta dekorojmë. Çfarë është kjo? Në fakt është e përsosur për dekorim. Ka aq shumë gjëra të ndritshme dhe të bukura. Oh, këto palma. Shikoje këtë. E përsosur, më pëlqen. Por, na duhet diçka tjetër. Do të bëj një shëtitje të shkurtër. Yes! Ja, edhe plazhi ynë i ardhshëm. Më duhet pak rër. Kjo duhet mjaftoj. Oh, u ktheva. Tani, duke hedhur rërën me kujdes dhe shikoje pak. Më pas do të përdor këto shkopin. Do të bëj një lishatse të vogël. Po i ngjit së bashku. Edhe pak. Yes! Oh, më rjedhin hundët. Prit! Nga kjo do të bëhet një hamak i shkëlqyer. Gjithashtu, na mbetet vetëm ta varim. E mrekullueshme! A të pëlqen? Oh, do t'i rregulloj të gjitha tani.
Kam një ide, por më duhet çorapja ime për këtë. Po e pres në pjesë shumë gjyrshe. U bë! Tani, më duhet të bëhem pak krijuese. Duke I lidhur të gjitha së bashku, pikërisht kështu. Wow! Është e mrekullueshme! Dhe kjo funde e mrekullueshme plazhi është për ty. Si të duket veshja jote e re? Do t'jesh më e bukura në plazh. Dhe kjo do të ndihmoj të mos mërzitesh. Oh, edhe një gjë tjetër. Shiko, të kam bërë një mik me 4 këmbë. Shiko sa I lezetshëm është. Oh, thuaj se harova. Na duhet një zemër. Është më e bukur kështu. E pa besueshme. Një shtëpi kaq e mrekullueshme. Ja dolëm ban të japim dorën. Në rregull, hajde.